Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Dëmtohen mbi 160 hektar të kultivuara me pjeshk në zonën e Barbullinjës nga reshjet e Breshërit. Kandidatët për deputet e opozitës, Eduard Qarka dhe Gentian Qela, vizituan fermerët. Bashkia Lushnjë ka ngritur grup pune për dëmet. Kanë mjaftuar 15 minuta Breshër pas ditën e së premtes për të dëmtuar mbi 160 hektar të kultivuara me pjeshk në zonën e Barbullinjës në njësinë administrative Fjershegan. Reshjet e Breshërit kanë qenë me intensitet të lartë, duke dëmtuar kokrat si dhe rrëzuar në tokë lulet e varieteteve më të vona. Fermerët shprehen se investimi i kryer prej kohësh ka shkuar dëm dhe duan ndihmën e shtetit në këto momente kritike për punën e tyre, pasi të ardhurat i sigurojnë nga kjo kulturë në të cilën kanë vite që investojnë. Mund të qymë katastrofë. Jemi të nektarinët, qa janë që kanë lidhur kokrat, shife vetë, të shikoj shtetit të gjithë, ku e këtë tërë lastari, qesh me kokra, nëse gjenë një kokrë të pa dëmtuar, po thuj se demi është 99%, 1%, po flasë për t'i bërë qefin vetës, që kemi shpërtur që të majmë ndoshta ne shpenzim vogël për plerat. Është kolosal, nuk ka ku të vejmë me. Demi duket, të regojmë dhe kamerës, se të janë kokrat që për 10 ditë fillojnë e rrallohen. Demi që pa pare, ishe shumë kolosal. Ska, nuk është pëtur. Janë pak në 4 vere atjetë që janë të hershme. Që janë dëmtur. Ka marrë zhëllëgje. Me shteti po ka mundësit, na japit një dorë të pakën. Marim frymë, në tani jemi mbytur, në diri këtu. Marim frymë, bjetojmë, që marim plerat prapë, se kemi plerat të shnur. Do greku 1.300 euro helme në Greqia, do shkurit lek të tje. Do pleo 1 milion gjus lek. Me temi që me shberë, unë se këne do të kokon. Plera, se kjo i do prapë shërbimet. Pavarësisht se që u dëmtua. Vaditja do bëhet, spërkajta do bëhen prapë. Pra unë dhe i themi qunat marim prapë të rastën, e të këthejmë përse në Greqi. Jeshtë dëmtur mbi 100%. Tani që është më atje, vetëm kam një kafsh atje, a vetëm ajo kështë ngele. Vetëm qeni kështë ngele atje. Se gjithë s'kishte me atje, tani unë pensionist jam, po kam edhe gjithë ato lekë. Bashkia e Lushnjës, në koordinim me njësinë administrative Fjershegan, kanë ngritur një grup pune me specialist për të verifikuar dëmet e shkaktuara. Deme duken, janë deme të cilat mund të themi që janë deri në 100%. Ne kemi ngritur një grup pune për të kontaktuar me çdo fermer, duke i verifikuar në terren dhe duke i pyetur fermerët për demin që është bërë. Që kështu ne do vazhdojmë deri në procedurën në përfundimtare që të shikojmë saktësisht numrin e fermerëve që janë dëmtuar. Neve tani jemi duke kontaktuar, kemi arritur në një numër fermerësh deri në 60 deri në 70 fermerë, të cilët janë dëmtuar. Kandidatët për deputet e opozitës, Eduard Qarka dhe Gentian Qela, kanë parë nga afër dëmet e shkaktuara nga shiu. Po thuj se është 100% e dëmtuar produkti. Ky është një fenomen që pritet ndodh më shpesh për shkak të ndryshimeve klimatike. Është një nga shkaqet, një nga fenomenet që ka larguar çdo vit, largon bujq nga bujqësia dhe nga Shqipëria. Jemi përballë faktit që deri tani për të parandaluar këtë fenomen dhe për të ndarë pasojat me bujkun, për mos ia lënë gjithë peshën bujkut, nuk është bërë asgjë. Bujku deri tani përballë dëmeve nga fatkeqësitë natyrore ka qenë i vetëm përballë tyre dhe si ekonomi vulnerabël që është, vetëm zgjidhje ka patur që të braktisë bujqësinë, sepse ky fermeri që pret të ardhurat e vitit nga kjo parcel, sepse 3 lymto kanë fermerët tek ne, i kam mbjellë pjeshka dhe mund të siguron dhe minimumin e të ardhurave nga shitja e prodhimit, këtë vit ka mbaruar punë. Kryeministri Rama prezantoi sot programin e Partisë Socialiste për 11 majin. Ai tha se nga janari 2026 paga minimale do të jetë 500 euro, kurse rroga mesatare 1200 euro në Shqipërinë 2030.
Kryeministri Edi Rama prezantoi sot programin elektoral të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, duke vendosur theksin tek vizioni për Shqipërinë 2030 dhe rrugtimin e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në programin elektoral të Partisë Socialiste vend të rëndësishëm zërritja e pagave në vend, ku sipas Ramës në vizionin për Shqipërinë 2030, paga mesatare do të arrijë të paktën 1.200 euro. Kjo është paga mesatare. Paga mesatare e sektorit publik dhe privat bashk, pra paga mesatare në Republikën e Shqipërisë. Kjo do t'jetë paga mesatare. Të paktën 1.000 euro. Vazhdojmë me pagën minimale. Në vitin 2013, kur ne morëm detyrën, paga minimale ishte 157 euro. Sot, 2024, u mbyll me pagën minimale 400 euro, dhe duke filluar nga janari 2026 me një vendim që do të merret pas zgjedhjeve, kur të bëhet edhe akti normativ i qershorit, paga minimale do të jetë 500 euro. Kur morëm detyrën, prodhimi i brendshëm bruto, prodhimi i përgjithshëm kombëtar, gjithçka që prodhonte Shqipëria, ishte 9.6 miliardë euro. Sot është 25 miliard euro. E kemi rritur prodhimin e përgjithshëm 2 herë e gjysmë. Shqipëria 2030 do të ketë një prodhim të përgjithshëm prej 35 miliard eurosh. Punësimi dhe pensionet. Ne kemi reduktuar me 40% shkallën e papunësisë. Dhe nga 17.5% që ishte në vitin 2014, në më poshtë se 9%. Pra kemi arritur objektimin që papunësinë ta ulim në një shifrore. Dhe sot është 8.8 për qenë sakt. Shqipëria 2030 do ta ketë në normën e Bashkimit Evropian, mesatare në Bashkimin Evropian 6%. Tani shumë kush na e përmend atë 300.000 vende pune. Përgatituni t'i jepni përgjigje me shifrat në librin e të punësuarve, në regjistrin e të punësuarve të Republikës Shqipërisë. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria kishte 1.023.000 të punësuar. Sot, numri të punësuarve në regjistrin e vitit 2024 është 1.327.000. Pensioni mesatar, ku ne morëm detyrën, ishte vetëm 86 euro. Ndërkohë që në 2024 u bën 175 euro. Këto shifra nuk na ndihmojnë as për të thënë që ne jemi relativisht të kënaqur, si që jemi me të gjitha tjerat relativisht të kënaqur, por as për të dhënë një sens të atij që do të jetë mandati 4. Prandaj, ambicia jonë është që në Shqipërinë 2030 pensioni mesatar jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët, ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Nesër festohet Fitër Bajrami. Kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahiu uron të gjithë besimtarët. Muaji i Ramazanit, muaji i agjërimit dhe sakrificave për besimtarët musliman në Shqipëri dhe mbar botën, mbaron nesër. Kryetari i komunitetit musliman Bujar Spahiu ftoi të kujtojmë nesër në ditën e festës më të varfrit dhe më të pamundurit dhe theksoi se modestia është virtyt e falja më me vlerë se hakmarrja. Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur motra dhe vëllezër, kudo që ndodheni. Sot besimtarët musliman po përcjellin muajin e madhërisëm të Ramazanit. Po i japim lamtëmirinë e fundit muajit të bekuar që la pas falje e mëshirë për secilin. Nesër është fest, është Fitër Bajrami.
hani e pini të gëzuar, nga se këtë e keni fituar në ditët e kaluara, thot Zoti i Madhërisëm. Ne sot i lutemi Zotit të madhruar, mëshiruesit, bamirësit, që Ramazani i nderuar, i cili në këtë botë është, fundëkrye një mirësi e madhe për ne, në ditën e ringjalljes të ndërmjetësoj tek Zoti për ne, duke thënë: O Zot, unë i kam penguar këta gjatë ditës nga të ngrënët, të pirët dhe kënaqësitë e tjera të ndryshme. Pranoje ndërmjetësimin tim në favor të tyre. Të nderuar motra dhe vëllezër, agjërimi ishte një shkollë një mujore për secilin prej nesh. Gjatë këtij muaji, njeriu mëson se modestia dhe jo mendjemasia është virtyt. Mëson se falja është më me vlerë se hakmarrja. Mëson se përkujdesi ndaj të varfërve dhe të pamundurve është cilësi më e lartë se indiferentizmi. Të dashur motra dhe vëllezër, mëson vetë disiplinimin, vetë kontrollin dhe vetë edukimin. Sot nuk mund t'i përmend të gjitha ato të mira që i mësuam nga muaji Ramazan, por desha të theksoj një çështje me rëndësi, mbi të cilën duhet të përqendrohemi me seriozitet dhe sinqeritet. Drejtimin që e morëm në Ramazan, suksesin e sjelljeve dhe jetën e përparuar fetare që e arritëm, duhet t'i vazhdojmë më tej. Të nderuar vëllezër, ruajeni atë që e fituat në Ramazan. Nesër ne festojmë me familjet, të afërmit dhe miqtë tanë, por nuk harrojmë të bëjmë pjesë të gëzimit edhe të varfrit, të sëmurët, të moshuarit, për të cilët përveç lutjeve drejtuar Zotit të Gjithësisë për sikletet e tyre, japim edhe mbështetjen tonë direkte sipas mundësisë. Uroj që kjo festë të sjellë harmoni, solidaritet, begati dhe mirëqenie në familjen e çdo shqiptari. Fitër Bajrami let na shërbej si moment i vetëdijësimit ton që të respektojmë dinjitetin dhe vlerat e përgjithshme njerëzore. Qoftë ky Bajram një burim mirësie, dashurie dhe uniteti për ju dhe të dashurit tuaj. Amin. Në Lushnjë, Fitër Bajrami do të falet në sheshin para bashkisë dhe ceremonia sipas komunitetit musliman do të nisë në orën 6:45 me leximin e Kuranit e ligjëratës, ndërsa namazi do të falet në orën 7:30 të mëngjesit. Pasi kryet falja namazit, besimtarët do të vazhdojnë festimet me drekën e Bajramit. Sot u fronëzua kryepeshkopi i parë shqiptar i kishës ortodokse shqiptare, kryepeshkop Joani, forcimi i unitetit brenda kishës, nevoje domosdoshme për të arritur qëllimin, tha kryepeshkopi. Në katedralen Gjallja e Krishtit në Tiranë, u mbajt sot ceremonia historike për fronëzimin e kryepeshkopit të ri të Shqipërisë, Imzot Joan Pelushi, që shënon uljen për herë të parë të një kryepeshkopi shqiptar në fronin më të lartë kishtar. Ceremonia u ndoq nga qindra besimtar, nga përfaqësues të lartë të shtetit shqiptar dhe atij grek, si dhe delegacione nga 13 kishat ortodokse të botës. Presidenti i Republikës Bayram Begaj, kryetaria e Parlamentit Elisa Spiropali, kryetari i opozitës Sali Berisha, ish-presidentët Alfred Mojsiu e Bamir Topi ishin të pranishëm, kurse nga Greqia ishte i pranishëm ministri i mbrojtjes. Kryepeshkopi Joan, i cili ulet për herë të parë në fronin e kryepeshkopit, një detyrë që do ta mbajë për gjithë jetën, hapi ceremoninë me fjalimin e tij. Dua të shpreh falënderimin tim të thellë ndaj Perëndis për të gjithë të mirat që ka bërë për mua dhe për kishën tonë. Falënderimi ndaj Perëndis përfshin gjithashtu e të gjithë ata njerëz me anë të cilave Perëndia i bëri të mundura këto. Falenderojmë dhe nderojmë martirët e Ilirisë që përhapën dritën e besimit në trevat ku jetojmë, duke dëshmuar me gjakun dhe jetën e tyre. Oshënarët dhe shenjtorët që e mbajtën dritën e besimit ndër shekuj, martirët e ri, të cilët në një kohë jashtëzakonisht të vështirë për kishën dhe vendin tonë dhanë jetën e tyre për të ruajtur besimin, identitetin kombëtar dhe gjuhën e tyre. Një listë e gjatë, të cilën do e kujtojmë gjithmonë me nderim dhe mirënjohje. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit 20, kisha u përballë me persekutimin e egër komunist. E gjithë infrastruktura, materiale dhe njerëzore u shkatërrua plotësisht. Kishat dhe manastiret u prishën nga themelët, ose u shndruan në stalla, depo e të tjerë. Ato shkatëruan muret e jashtme, por nuk mundin dot të shkatëronin besimin në zemrat e njerëzve. Mira, burra e gratë të devotshëm u përndoqën dhe persekutuan për shkak të besimit të tyre, shumë prej të cilëve
dhanë edhe jetën për atë besim. Ishte pikërisht dëshmia e këtyre njerëzve, ajo që frymëzoi mirave të tjerë të mbanin dhe ta bënin besimin e krishterë qendrën e jetës së tyre, duke u bërë një shembull real i premtimit të Zotit se dyert e ferrit nuk do ta mposhtin kishën e tij, të ngritur mbi shkëmbin e besimit. Gjatë gjithë historisë, kisha jonë ka kaluar përmes zjarrit dhe ujit, po ti na nxorre në vend ngushëllimi, thot psalmisti. Në kohra kritike e të vështira, Perëndia e vizitoi kishën tonë duke dërguar njerëz të ndritur e të devotshëm. Në këtë ditë dua të nderoj gjithashtu kujtimin e të gjithë paraardhësve të mi dhe përpjekjet e tyre të mëdha për të kujdesur për grigjen që ishte besuar. Në listën e gjatë do të doja të përmendja dy personalitete të shquara. Në gjysmën e parë të shekullit 20, në një kohë të vështirë për kishën dhe vendin tonë, Imzot Theofan Oli ishte njeriu i duar. Nesër, kryepeshkopi Joan do të mbajë shërbesën e tij të parë si drejtuesi i Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë, ndërkohë që pritet të emërojë pasardhësin e tij në metropolinë e Korçës, ku ka shërbyer që prej vitit 1998. Imzot Joani pason në detyrën e kryepeshkopit hirësinë e tij Anastas, i cili ndroi jetë në janar të këtij viti në moshën 95 vjeçar. Mbrëm në bypassin e Lushnjës ndodhi një aksident. Audi përfundoi jashtë rruge duke plagosur çiftin bashkë me fëmijën e tyre 2 vjeç që udhëtonin me të. Aksidenti frikshëm ndodhi mbrëmjen e djeshme në bypassin e autostradës në Lushnjë. Një mjet tip Audi ka përfunduar jashtë rruge dhe përpasoi çifti bashkë me fëmijën e tyre 2 vjeç që udhëtonin në të janë plagosur. Të lënduarit janë transportuar në spitalin e Lushnjës, ku janë në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Policia në vendngjarje po dokumenton ngjarjen, ndërsa dyshohet paraprakisht se shpejtësia e lartë dhe lagështira në rrugë mund të jenë shkaqet e daljes nga rruga të mjetit. Dalja nga rruga ka ndodhur në një pjesë të autostradës e cila vijon të jetë pikë zezë sa i përket aksidenteve të shumta që ndodhin aty, edhe pse ka përforcime me barriera të hekurta anësore. Ndërkohë policia rrugore, për shkak edhe të lagështirës si pasojë e motit me rreshje shiu, ku rreziku është më i lartë për përfshirje në aksidente, apelon për të disatën herë. Udhëtoni me jetën në mendje që mbërritja në destinacion të jetë e sigurt. Familja ka nevojë për ty. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Duke ju uruar gëzuar Fiter Baramin, ndahemi së bashku. Miropafshim.